Mirë, ajo çfarë na mëson kjo ditë është se po I përmendi dy gjëra shumë të rëndësishme, shumë të mëdha që na mëson kjo ditë. E para, na mëson se sa I dashur është agjerimi tek Allahu I lartësuar. Do të thotë sepse Allahu madhështinë e kësaj dite e ka ndërlidhur me agjerim. Do të thotë falenderon Allahun për dhuntit edhe mirësitë e kësaj dite duke agjeruar këtë ditë. E që do të thotë se Allahu e don shumë agjerimin dhe dëshiron Allahu shumë që të adhurohet me agjerim. Sepse askush nuk është adhuruar me agjerim, por Allahu dëshiron që të adhurohet Allahu prej robërve të tij me agjerim, përmes agjerimit. Një prej formave, domethënë edhe agjerimi I ditës së Arafatit. Kjo e para. E dyta, na jep një mësim tjetër shumë të madh dhe shumë të rëndësishëm, ajo është se sa shumë Allahu e don faljen. Sa shumë don Allahu që me I falë robët e vet. Vetëm agjëro. Vetëm agjëroje një ditë të Arafatit dhe vlerësoje ashtu që po e vlerësoj unë. Dhe madhëroje këtë ditë për shkak se unë po të porosis me madhëru këtë ditë me agjerim, unë t'i fshij mëkatet e 2 vjetë. Thonë, një ditë me agjeru, 2 vjetë me të liru prej përgjësisë, edhe prej mëkate edhe prej lëshimeve, kush e bën këtë? Kush e bën këtë për një ditë me t'i fshij llogaritë e liga edhe gjunohet ndaj Allahu të lartësuar për 2 vjetë. Këto e bën Allahu I lartësuar. Pse? Sepse e don agjerimin shumë edhe e don faljen shumë. E kur Allahu e don faljen shumë, atëherë pse besimtari mos ta kërkoj faljen? Pse besimtari të mos nxitoj tek Allahu duke e kërkuar faljen prej tij, duke I vepruar të gjitha shkaqet me të cilat Allahu na fal dhe na liron prej gjunave. Andaj kjo është dita e madhe, edhe kjo është dita e dhuntive të mëdha, dhe është dhurata më dështore Allahu të lartësuar, mirë po për kë? Për ata të cilët e pranojnë këtë dhuratë, për ata të cilët e vlerësojnë dhe punojnë me të. E kjo është dita ose nota e Bajramit që njihet tek ne, është sunet I fortë, është begati e madhe, është fitim I madh, është shpërblim I madh që ta agjërohet. Mirë po nuk është obligim. Mos kuptohet kjo që është obligim, por kur I ke parasysh gjitha këto beneficione, të gjitha këto mirësi, të gjitha këto privilegje, atëherë cili besimtar është ai që e lëshon këtë mundësi dhe nuk e agjeron ditën e Arafatit, por ditën